Në takimin e mbrëmshëm janë diskutuar gjitha qëndrimet e Vlenit në një anë dhe të qeverisë të palës VMRO si partner qeveritar dhe natyrisht edhe tema e mbajtjes ose jo të ASH-s në qeveri ka qenë një prej pikave ndoshta më të nxehtë të diskutimit, të debatit që është zhvilluar mbrëm dhe këtu unanimisht kanë ardhur me një përfundim se njëra këmbë në BDI e tjetra në qeveri nuk është e kapshme për asnjërin palë në qeverinë aktuale. Natyrisht këto manovra politike të cilat zoti Taravari i ka bërë në periudhën e kaluar, ne jemi në rrjedhë dhe kemi informacione të verifikuara po edhe nga zoti Taravari dhe kohës fundit edhe nga ana e zoti Ahmetit edhe zoti Sela kanë konfirmuar për 3 takime të cilat janë mbajt dhe kjo është e pakapshme dhe e pafalshme për një partner të qeverisë